Të nderuar shikues, përshëndetje. Do të startojmë sot me personalitetin e parë të ditës së sotme apo të ftuarin e parë. Do flasim sot për një temë shumë interesante që nuk e kemi trajtuar më herët e në fakt është një temë ku do marrim shumë informacione dhe mesazhe të dobishme për neve si qytetarë. Do flasim për Agjencinë për mbikëqyrje të financimit kapital të sigurimit pensional MAPAS dhe kemi nderin dhe kënaqësinë që në studion tonë të kemi kryetarin e Këshillit të Ekspertëve të Agjencionit për mbikëqyrje të financimit kapital të sigurimit pensional MAPAS, zotëri Remzi Bajrami. Përshëndetje zoti Bajrami dhe mirë se na erdhët. Përshëndetje. Faleminderit për mundësinë. Faleminderit juve që na keni nderuar. Do flasim konkretisht për agjencionin, mirë po unë përmenda pak më herët që në kuadër të shënimit të 15 shtatorit, ditës së ndërgjegjësimit për pensionet, do të flasim edhe për këtë kampanjë. Fillimisht MAPAS është institucion kryesor për mbikëqyrjen e sigurimit pensional. Çfarë do të thotë për ju dhe për institucionin dita e vetëdijësimit pensional? Pra, pse kjo ditë është kaq e rëndësishme për publikun? Për MAPAS-in si regulator dhe mbikëqyrjes në sigurimin me kapital të financuar, 15 shtatori apo dita e vetëdijësimit pensional është një mundësi për të ofruar qytetarëve apo për ta ngjallur në opinion ditën temën sigurimi pensional. Vetë termi dita e vetëdijësimit pensional nënkupton rëndësinë e kursimit pensional, të drejtat dhe përfitimet nga skena pensionale, mënyra se si funksionon fondi pensional, nevoja që secili të mendoj për sigurimin financiar në kohën pas mbarimit të punës, koha pensionale që thirret. Pra është një ditë me karakter informues, sensibilizues, që ka për qëllim të rrisë ndërgjegjësimin e opinionit publik për planifikimin pensional. Do më thonë, sa më herët të ri të informohen për sistemin, ta din rolin e tyre në sistem, aq më mirë dhe më i qëndrueshëm është sistemi pensional. Kemi dëgjuar shpesh për shkallën e 2 dhe shkallën e 3 të sistemit pensional. A mund të na elaboroni pak se çfarë paraqet shkalla e 2 dhe e 3? Do më thonë, kontributet që një punëdhënës u jep punëtorëve të tyre janë, siç e dim, 18.8% të pagës bruto. Nga ato, 12.8% ndahen për shkallën e parë apo fondi invalidor pensional, kurse 6% shkojnë për MAPAS-in apo për shkallën e ditë. Nga këto, 6% investohen që pastaj ju kthehen antarëve me gjithë, domethënë me fitimin edhe me bazën që është investuar. Parat edhe kjo quhet edhe kursim. Domethënë, nëse tani kursejmë si në moshën e re, përfitojmë më shumë një pension më të sigurt në kohën pas punës. Investimet janë kryesisht në 70% janë në vend, në shtetin e Republikës Maqedonisë së Veriut, kurse 30% investohen jashtë shtetit. Këto fonde janë të siguruara edhe me ligj. Në agjencion ekziston një sektor që quhet sektori i kontrollit, i cili kontrollon rrezikshmërinë e investimeve. Nëse rrezikshmëria hip lart, atëherë i tërheqin këto pare që mos të humbën apo të ndodhë ndonjë keq kuptim, ndonjë keqpërdorim i tyre. Përveç kësaj ne vërejtëm që të rikthejmë sërish tek data 15 shtator apo dita e ndërgjegjësimit për pensionet, ne vërejtëm edhe shumë aktivitete në parkun qendror në Shkup pikërisht me këtë datë. Cilat ishin mesazhet që kishit dashur ju t'u përcjellni qytetarëve përmes kësaj date të rëndësishme dhe këtyre aktiviteteve? Po, agjencioni ka nisë një kampanjë prej me 9 shtator, domethënë nëpër shkollat të mesme, duke ligjëruar, duke prezantuar rëndësinë e sigurimit pensional, shkallën e ditë, shkallën e tretë, dita apo
dita e parë ku siç e quajmë, ajo më shumë ishte edhe për fëmijë, edhe për njerëzit të cilët nuk kemi mundur t'i atakojmë në për vendet ku kemi ligjëruar. Domethënë ishte një ditë e hapur për të gjithë grup moshat, veçanërisht për fëmijët edhe për pleqet se nuk kemi pas hapësirë t'i takojmë në për vendet të ndryshme. Fëmijët, domethënë, patën edhe një quiz, edhe në formë të quizit ato mundën të kuptojnë shumë për mapasin. Se në fund të quizit ato edhe u shpërblejtën ato të cilët mbajtën mend se çfarë domethënë mapasi, shkalla e dytë, shkalla e tretë. Kështu që mendoj që përmes këtyre prezantimeve ne arrim që të rive të fusim në kokë sigurimin pensional, shkallën e dytë, shkallën e tretë. Kurse ato që ishin më në moshë drejtoheshin se në këto prezantime, në këto manifestime që bëjmë ne prezent, domethënë çdo herë e bëjmë në bashkëpunim me shoqëritë pensionale. Dhe atë ditë prezent ishin edhe 4 shoqëri pensionale, Sava, KB, Triglav edhe VFP. Personat të cilët ishin të interesuar shifishin, varreshin se menjëherë interesoshin për pensionet, për grumbullimin e pensioneve, të drejtat që i kanë ato, domethënë edhe besoj që u ndajtën të kënaqur nga ky manifestim që u mbajt në parkun e qytetit të Shkupit. Ju përmendet pak më herët të rinjët, konkretisht, fillimisht çfarë mundësie kanë pasur vizitorët e ngjarjes, e veçanërisht fëmijët, për të mësuar përmes këtij aktiviteti? Meqense në pikë shkurtë pak e përmendet më herët. Më thonë, të rinjt patën mundësia ditë që të marrin informacion rreth shkallës së dytë dhe shkallës së tretë. Domethënë ekziston edhe shkalla e dytë, shkalla e tretë. Shkalla e dytë është e obligueshme. Domethënë është bërë obligative nga viti 2005, kurse shkalla e tretë është shkalla me vetë dëshirë. Të rinjt, domethënë mund u informuan se mund të jenë pjesë e shkallës së tretë nga mosha 15 vjeçare e më lartë. Dhe ato para të cilët grumbullohen në këto fonde investohen dhe normale edhe në çdo investim ato edhe shtohen, edhe të rinjt mund të ndjekin këto kontributet e tyre, përfitimet e tyre mund të ndjekin edhe online nga aplikacionet të cilat i posedojnë shoqëritë pensionale. Çdo shoqëri e ka atë aplikacioni ku mund të kiqesh me userin tënd edhe mund të kontrollosh se sa janë përfitimet, sa janë kontributet. Motja jonë ishte pension pa tension, kurse tani kënaqu edhe nesër. Kurse mesazhi im për fëmijët ishte e ardhmja juaj fillon edhe sot. Duke pasur parasysh e përmendëm që ma pas i kushton një rëndësi shumë të veçantë të rinjeve, apo ju jep shumë vëmendje të rinjeve. Si keni komunikuar deri më tani me ta dhe çfarë aktivitete keni ndërmarrë për t'i edukuar të rinjt në lidhje me sistemin pensional? Ma pasi rregullisht mban ligjërata edukative në për shkolla, në për universitete. Këto ligjërata i mban në bashkëpunim me Byron për zhvillim të arsimit, ku krijojmë broshura, ju shpërndajmë nxënësve, mbajmë ligjërata edukative, ftojmë student në lokacionet e agjencionit ku trajnohen, marrin një certifikat trajnimi. Domethënë në bashkëpunim me shoqëritë pensionale ne kemi krijuar edhe një webfaqe online e cila quhet penzia.mk, në të cilën mundet edhe të informohen në kohë sa më të shkurtë dhe sa më të saktë. Cili është në fakt, përmendëm ma pas gjatë gjithë kohës edhe institucionin, megjithatë çfarë roli ka ky institucion dhe cili është roli i Këshillit të Ekspertëve në kuadër të mapasit? Ne, domethënë, si Këshilli i Ekspertëve e bëjmë, domethënë, të punësuarit, krejtësisht janë ekonomist dhe jurist. Këto bëjnë ligjet dhe kontrollojnë shoqëritë pensionale, se ku i harxojnë dhe me çfarë mënyrash, me çfarë ligjesh ballafaqohen.
Do të thonë, agencioni kontrollon shoqërinë pensionale për gati një periudhë 1 vjeçare dhe në fund mbledh të dhëna, shefët e sektorëve na prezantojnë neve si këshill dhe ne në fund i japim një sugjerim apo i pranojmë si të vërteta ose japim një këshill se çfarë duhet të ndërmiret nëse ka ndonjë shkelje të ligjit dikun ose nëse ka ndonjë keqpërdorim të detyrës dikun dhe kryesisht ne rregullojmë funksionimin e shoqërive si ata menaxhojnë me fondet pensionale. Megjithatë, kush mund të përfshihet në shtyllën e tretë të sistemit pensional dhe çfarë duhet të dinë qytetarët përpara se të marrin një vendim për këtë? Në shtyllën e tretë përfshihen fëmijët të rinj nga mosha 15 vjeçare deri në moshën 70 vjeçare. Duhet të thekur se fondet që grumbullohen në xhirollogarit e tyre personale, ato mund t'i marrin domethënë 10 vjet para se të pensionohen. Por me shkujt tani është 64 vjet mosha e pensionimit, domethënë ato mund t'i marrin në moshën 54 vjeçare, mund t'i marrin krejt për një herë ose mund t'i marrin si ato e vendosin në bashkëpunim me shoqëritë pensionale. Kurse shkalla e ditë, domethënë kontributet që janë grumbulluar, ato mund t'i marrin nëse kur të arrin moshën pensionale, domethënë 65 vjet meshkujt, ato kanë një stazh prej 15 vjetëve, ato atëherë fondi i grumbulluar në shkallën e ditë do t'i bashkohet fondit të grumbulluar në shkallën e parë, do të marrin një penzi pak më të madhe se ç'marrin të tjerët. Kurse nëse personi i cili është në shkallën e ditë, por nuk e ka arritur stazhin 15 vjet, atëherë ai do t'i marrë krejt për një herë ato fondet e grumbulluara. Para të dhe themi se kjo është në një fond personal në xhirollogarin personale dhe këto fonde janë të garantuara, por janë edhe të trashëguara. Në rast të ndonjë fatkeqësie, fondet të shkallës së dytë edhe të shkallës së tretë trashëgohen të fëmijë, bashkëshortjet e ndonjë familjar të cilët janë i afërt me personin i cili ka qenë antar i shkallës së dytë dhe shkallës së tretë. Të ndalemi edhe pak tek çështja e vetëdijsimit. Si e vlerësoni vetëdijsimin dhe dijen e qytetarëve që kanë në lidhje me sigurimin pensional në vendin tonë? Pra, në cilin nivel jemi me vetëdijsim ne si qytetarë? Vetëdijsimi pensional gradualisht po rritet, por ka ende hapësirë për përmirësim të vetëdijsimit pensional. Një pjesë e qytetarëve kanë veç informata bazë për sistemin pensional, por mungon kuptimi më i thellë. Si funksionon sistemi pensional, si funksionon fondi pensional, kursimi pensional. Prandaj më pas vazhdimisht investon në kampanjën edukative për përmirësimin e vetëdijsimit pensional. Megjithatë, e di që është një sfidë e madhe, realisht me çfarë sfidash dhe vështirësish ju ballafaqoheni kur dëshironi që të rinjeve në fakt u afroni çështjen apo temën e pensioneve, me çfarë vështirësish përballeni në këtë drejtim? Faktikisht në përshkollat e mesme kur fillosh t'ju tregosh për sistemin pensional, ato menjëherë kuptojnë se është diçka shumë e largët. Ato nuk ballafaqohen me këtë dhe për ato është një sistem tabu, domethënë ne për atë edhe kampanjën e fillojmë dhe mbarojmë çdo herë me nxënësit e shkollës së mesme, sepse ato janë shtilla kiçe që sistemi të jetë më i qëndrueshëm dhe më i fortë. Zhvillojmë ligjërata, kampanja informative në për të gjithë shkollat e mesme në të nivelit republikan, në Republikën e Maqedonisë së Veriut, kurse prezantimi i fundit edhe prezantimi i bazë që ishte në shkollën e mesme profesionale në Shkup, Zdravko Cvetkovski, ku ati patëm edhe të ftuar edhe nga Ministria e Politikës, Rinisë dhe Demografisë, sekretarin shtetëror i cili dha një mesazh për rëndësinë e
vetëdijsimit pensional, ku të rinjt nuk duhet të shohin pensionin vetëm si pare, po duhet të investohet në kursimin pensional. Sa më herët të investojmë në sistemin pensional, në kursimin pensional, aq më i sigurt është penzia kur të kemi kohën për pension. A planifikoni që të zhvilloni fushata më të mëdha në media ose projekte rajonale për rritjen e ndërgjegjësimit në lidhje me temën e sistemit pensional? Ma pas ka një strategji për kampanje informative, edukative, përmes fushave më të gjera kombëtare, por edhe përmes bashkëpunimit me vendet që kanë të njëjtin sistem, si Kroacia, Slovakia, Rumania, Bullgaria, si dhe me organizata ndërkombëtare me fokus tek të rinj dhe fuqi aktive punëtore. Domethënë përmes shoqatave jo qeveritare, përmes projekteve mund të arrihet tek të rinj të prezantojë, siç ishte prezantimi tek Parku i Qytetit, tek të rinj mund të prezantojë rëndësinë e sistemit dhe pse ata duhet që në kohën e hershme të investojnë në sistemin pensional. Të flasim edhe pak për atë se sa dhe si mund të ndihmojmë punëdhënësit dhe shoqatat në promovimin e kulturës së planifikimit pensional. Punëdhënësi ka një rol kiç, domethënë përmes informimit të punësuarit, ka disa grupe të firmave që për shembull punëdhënësi paguan edhe shkallën e dytë, edhe shkallën e tretë me qëllim të motivimit të punëtorit edhe të sigurisë së punëtorit. Kjo kontribon shumë në sistemin dhe qëndrueshmërinë e sistemit pensional. Por si dhe cili është roli i teknologjisë të platformave digjitale në afrim të informacioneve pensionale të qytetarët? Ju përmendet pak më herët disa aplikacione ku qytetarët mund të ndërlidhen për të parë kontributet e tyre? Teknologjia është një instrument i pashmangshëm për rritjen e transparencës. Domethënë në webfaqen e agjencionit diku ka një aplikacion ku thotë provo nëse je antar i shkallës së dytë ose shkallës së tretë. Duhet vetëm të shkruhet numri AM dhe menjëherë të jep të dhëna se në cilën shoqëri pensionale je. Dhe menjëherë mund të adresohesh deri tek ajo shoqëri dhe të shohësh se sa është grumbulluar kontributi dhe muaj për muaj mund ta shohësh ose ta kontrollosh fondin tënd ku investohet dhe sa investohet. Por megjithatë, si arrini që ti motivoni qytetarët që mos e shohin pensionin vetëm si detyrim, por edhe si një investim që bëhet për të ardhmen e tyre? Pra si arrini ti motivoni këto qytetarë? Ne i motivojmë përmes shembujve të qartë, krahasimeve, tregojmë se çdo pagesë e tyre është e rregullt dhe se ato përfaqësojnë kapitalin për stabilitetin e tyre financiar. Transparenca, llogaridhënia është një simbol i cili e veçon këtë sistem. Të flasim edhe për një temë tjetër shumë të rëndësishme që ka të bëjë gjithashtu me pensionin. Ju keni në fakt një mesazh të veçantë për qytetarët të cilët punojnë jashtë vendit, por megjithatë janë pjesë edhe e sistemit pensional në vendin tonë. Domethënë mesazhi im për qytetarët që punojnë jashtë vendit është se ato janë aq të rëndësishëm sa janë të gjithë qytetarët të rëndësishëm. Sa jemi ne që jemi këtu kontribuojmë, aq janë edhe ata që kanë kontribuar qoftë edhe me 1 muaj apo 2 muaj. Edhe ata mund t'i kontrollojnë të dhënat e tyre, fondet e tyre dhe mund të jenë të vetëdijshëm se në momentin që arrin moshën e pensionit, ata mund këto kontributet i marrin për një herë dhe t'i shfrytëzojnë për arsiet e vetë. Dhe për fund, cili është mesazhi juaj, ndoshta mesazhi i rëndësishëm për të rinjët, por edhe publikun, më të gjerë në lidhje me edukimin financiar edhe planifikimin e së ardhmes? Mesazhi im është planifiko sot që të kesh një të ardhme të sigurt nesër. Planifikimi financiar fillon me pagën e parë. Informoni, vendosni qëllime dhe merrni përgjegjësi për të ardhmen tuaj. Më pas është këtu për t'ju ndihmuar, për t'ju udhëhequr dhe për të qenë partneri juaj në atë rrugë afatgjate por të sigurt.
Faleminderit shumë për këtë mesazh dhe faleminderit për gjitha këto informacione që edhe pse kishit ditën e vetëdijësimit, në fakt edhe për ne dhe për qytetarët ishte e udhës që edhe një herë të ju kishim mysafir për të kuptuar më shumë rreth vetëdijësimit të sistemit pensional dhe jo vetëm. Ju falenderojmë shumë që ishi pjesë e emisionit tonë. Faleminderit. Në vijim është radha për të kaluar në edicionin informativ të orës 15.